Pas viteve kur konsideroi një nga zërat më hezitues për hapjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin, Franca po artikulon sot një qasje dukshëm më inkurajuese ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Sinjalin më të fundit e ka dhënë i dërguari i posaçëm francez për rajonin, René Trocaz, në një intervistë. Sipas tij, Shqipëria dhe Malizi janë aktualisht dy vendet më të avancuara në procesin e antarësimit dhe në një skenar optimist mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian brenda 3 viteve të ardhshme. Zgjerimi është një përparësi për Francën dhe mendoj për të gjithë Bashkimin Evropian. Është normale që disa shtete të ecin me ritëm më të shpejtë. Do të thoja se Malizi dhe Shqipëria janë përpara në këtë proces relativisht afër integrimit të plot. Sipas një vlerësimi optimist, kjo mund të ndodhë brenda 3 viteve, ka deklaruar ai. Këto komente shënojnë një kontrast të fortë me qëndrimin e mëparshëm të Francës, e cila në vitet 2019-2020 kishte bllokuar përkohësisht hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Malinezi, duke kërkuar reformim të vetë procesit të zgjerimit. Trocaz thekson se zgjerimi nuk mund të shihet i ndarë nga nevoja për reformim të brendshëm të Bashkimit Evropian. Sipas tij, procesi i pranimit të antarëve të rinj duhet të ecë paralelisht me përshtatjen institucionale të BE-s. Ne jemi 27 antarë sot, duhet të llogarisim se si do të funksionojë kur të jemi 30. Rregullat dhe institucionet duhet të përshtaten, është shprehur ai, duke nënvizuar se zgjerimi kërkon jo vetëm përmbushje kriteresh nga vendet aspirante, por edhe transformim të brendshëm të Unionit. Ky mesazh sugjeron një qasje më pragmatike nga Parisi, jo me një zgjerim të kushtëzuar nga reforma paraprake BE-s, por një proces të ndërthurur, ku të dyja ecin në të njëjtën kohë. Megjithatë, entuziazmi francez mbetet i kushtëzuar nga realiteti politik i rajonit. Trocaz ka paralajmëruar se zgjerimi do të duhet të kapërcej një sër çështjesh dypalshe, që ai ka cilësuar si gjëmba lokal, konflikte të pazgjidhura apo tensione të vazhdueshme mes vendeve të Ballkanit. Në këtë kuadër ai përmendi edhe marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, të cilët vazhdojnë të mbeten një nga nyjet më të ndërlikuar për stabilitetin rajonal dhe përparimin drejt integrimit evropian. Mesazhi nga Parisi duket i qartë. Dera e BE-s është më e hapur se më parë për Shqipërinë dhe Malinezi, por hyrja do të varet nga dy binarë të pandashëm, thellimi i reformave të brendshme dhe kapërcimi i tensioneve politike në rajon. Në këtë kontekst, 3 vitet e ardhshme mund të jenë vendimtare për ritmin dhe seriozitetin e procesit të zgjerimit.